Përshëndetje të nderuar. Sonte dua të flas për një temë shumë të nxehtë. Edhe ndoshta për nga mënyra e trajtimit të temës, por sidomos për shkak të përmbajtjes që është bosht i kësaj teme. Prej sot në mëngjes, pas orës 1:34 minuta, e deri në këto momente kur unë po flas me ju këto, nuk ka shtet e nuk ka vend në botë në të cilin nuk është diskutuar për arritjen e marrëveshjes midis Hamasit, respektivisht palestinezëve, dhe Izraelit. Ky lajm, i cili kumboi mbrëm në ora 1:30 pas mesnate dhe pastaj në ora 3:02 minuta, delegacionet pjesëmarrësit filluan të qesin lajmen në publik, e sidomos një media e njohur e Libanit, e deri tani bota është marrë me rastin e Gazës. Megjithatë, miq të dashur, para se të lëshohem ka thellësia e përmbajtjes së temës, po duhe me ju thonë diçka për cilën mendoj se edhe ju, shumica nga ju e dini, po hajde po e përsëriti. Shikoni, gjithmonë, ama gjithmonë, kur bëhen marrëveshje midis dy individëve, midis dy grupeve, apo midis dy shteteve, dhe në marrëveshje ka rol primar ndërmjetësuesi, kur, ama kur njëna palë aty nuk e fiton gjithë atë që e dëshiron e për çka ka luftu, e pala tjetër ta humb çdo gjë që e ka dëshiru dhe për të cilën ka luftu. Në kësë raste, s'ka 10-0 rezultat. 10-0 rezultati arrihet kur e ke fuqin. Dhe e pushton vendin pastaj, e pasi ta pushton e rregullon me forcën tane që e ke të pa mundshme atë që dëshiron me e bëhe në atë vend. Për ndryshe, ke me durue dhe me i durue e me i pranue ato që të ofrohen nga ndërmjetësuesit apo ndërmjetësuesit në përgjat arritjes së marrëveshjeve apo negociatave. Ndërmjetësuesi është ai që vendos se çfarë të bie ty dhe çfarë t'i bie atij tjetrit. Varësisht prej fuqisë së palëve që bëhen aty, por gjithsesi, edhe njerë po them, kur s'unë merr atë që ti mendon se veç ti duhesh me e marrën. Derisa po flas pra për marrëveshjen e arritur mbram, është shumë normale të respektuar që të shtroj një pyetje në fillim, dhe e cila po trajtohet gjithkund në botë dhe natyrisht, varësisht prej qasjeve, prej dashurisë dhe mshmërisë, animet apo budallakisë e ignorancës, disa thonë se kjo palë humbi krejt dhe disa thonë se kjo humbi krejt apo fitoi. Pyetja është, cila palë fitoi në këtë marrëveshje dhe cila humbi? Apo ma but, sa fitoi Izraeli e sa humbi Palestina, apo sa fituan palestinezët dhe sa e çka humbi Izraeli. Kjo është pyetja që veç ka filluar të trajtohet nëpër mediume të ndryshme e natyrisht edhe nëpër rrjete sociale. Se sa ka humbur Izraeli sot dhe të ardhmen e tij, bazuar në raporte kredibile, bazuar në burime dhe shifra kredibile,
unë mbram me shifra e me raporte e me emra e bëra videon më të gjatë që e kam bërë ndonjëherë. 1 orë e 13 minuta, sepse nuk arrisha dot ta përmbledhi atë që dua të them. Miq, edhe diçka këtu përderisa po flas për minutazhin. Çto materiale që ta dini, nëse flasu me gjuhën e përfitimit, për mua shumë ma mirë me i bo 2, 3, 4 video. Shikueshmëri bëhet ma shumë aty. Por, duke e ditë se nuk keni kohë jo me i shikue vetëm videot e Mustaf Bajramit, po mendoj, për shkak temës, thellësisë së temës dhe zgjerimit që po bëhet në përgjatë shpjegimit të asaj teme, videot po dalin pak më të gjata. Dhe videot e mia, që ta dini, po mundohem të jem sa më modest. Videot e mia nuk janë video mediatike, nuk janë debate për me kshyrën të bo muhabet edhe hajde ta kshyrëm shka po thot kë, apo për lahët, apo shpifa, apo kujna për jaman anën, jo. Videot e mia, prap po them, po mundohem me përdor gjuhën sa më modeste, janë ligjërata që shpjegohen para të interesuarve. Dhe të interesuarit, për me i kuptue ligjëratat e ligjërusit, dohet të koncentrohen aty me laps në dorë, apo sidomos të maj shënime. Kur mos harroni, lapsi, apo në telefon, apo mani shënime, qoftë edhe në noc në telefon, shënimet janë diçka të madhërishme. Edhe Allahu bën be pasha lapsin. Mani shënime se ato ju ndihmojnë. Pra, unë po bohen videot e gjata, sepse unë po trajtoj temë, po mundona me e shpjegu, me e mbajt një ligjërat, në mënyrë që ju ta njihni situatën, gjendjen, temën, po aq sa unë po mundohem ta shpjegoj. Pram, fola me shifra. 1 orë e 13 minuta kish dalën video. Dhe tregova se çfarë ka humb Izraeli. Humbje katastrofike. Nuk matën gjithmonë senet me 1, 2, 3, 4 tujnije. Apo që thash ka një aty, nuk shkon gjithmonë 10-0. Jo. Senet, fitoret dhe humbjet matën edhe me parametra të tjerë. Me gjë kam fol mbram, son të këto nuk do të flasë për atë se kush e qysh e tek. Me gjithë që, për shkak të brumit, do të përmenden kalimthi ato të cilat i keni mësuar nga këto ligjëratat e mia. Vetëm kalimthi. Por, boshti kryesor i temës është 2 pyetje. Cila palë fitoi dhe cila humbi, sa fitoi njëra palë dhe sa humbi, dhe boshti i dytë, i manifestuar në përmes pyetjes me sa vion. Çka e detyroi Trumpin, apo, ma mirë thëm, a e detyroi Trumpi Izraelin të pranonte një marrëveshje në Gaza, derisa Izraeli nuk kishte arritur asnjë, ama bash asnjë prej objektivave të tij. Nëse e ka pas objektiv që ta shkatërroj, ta rënoj, ta bëj rrafsh me to Gazën, po, që të ja ka arritur. 90% të Gazës e ka bërë rrafsh me to, të pabanueshme. Kthehuni videos së mbramshme dhe shikoni, dëgjoni shifrat e dhimbshme, shifrat të cilat as Dresdeni, as Münsteri, as një vend në Gjermani nuk është shkatëruar, mbase nuk janë hedhë bomba as në Hiroshima dhe Nagasaki. Ka shënime të cilat flasin se vetëm mbi Gaza, do shta e këto shënime të vërteta, nuk e di, nuk kam bo studime, thuhet se në ato shënime se mbi Gaza përgjatë 700 e dishka ditve janë hedhë bomba ma shumë se
përgjatë gjithë luftës së dytë botërore, mbi një popull të pafajshëm, i cili shumë herë s'kish ke çka me bo, ju drejton të vetëm Allahut të madhreshëm. Ndihmë o Zot, ndihmë o Zot, sepse ti na i lexon zemrat, e në zemrat tona e kemi shkruar se të gjithë deri në një kemi me vdekur, por gazën nuk kemi me lëshuar. Dy pra janë pyetjet kryesore. Cila palë fitoj çka fitoj dhe cila humbi e çka humbi. Dhe e dyta, a që Trumpi, ai i cili e detyroi Netanyahun, Izraelin, të pranon marrëveshjen e armëpushimit me Hamasin dhe pse? Me 3 shkronja të madha. Në një zhvillim të këtill, të jashtëzakonshëm, të papar përgjatë historisë, së paku të them historisë 500 vjeçare të fundit, ku u pa një agresion 2 vjeçar i papar mbi rripin e Gazës, një marrëveshje armëpushimi që unë njoftua dje nga Sharm el Sheikh në Egjiptin e madhërishëm, ishte një agim shprese në zemrat e palestinezve. E u pasët në për media edhe në zemrat e izraelitve dhe të gjithë hebrejve në botë, se me gjithate në mëngjesin e të ejtës, Izraeli u gjunjezua para presionit të Donald Trump dhe paqja po të raket në dyert e rajonit. Analistë të ndryshëm, kur përdori që të fjallën analist, më njerë po më shkon menja të analistat tonë, Zoti i rujte, i zofte, i mësoft. Jo analist në këtë kuptimin tonin këto po, analist, ekspertas, po disi me e quajtën, disa analist ia atribuojnë këtë përparim, sidomos presionit të Donald Trump mbi administratën e Netanyahut dhe në përgjithësi mbi politikën izraelite. Shtet i cili pas kësh vendosur që asnjë palestinez po mundi të mos e le të gjallë. Ky përzhgallëzim kësaj, duke u fshehur prapa perdeve me qëllime, por pas perdes andej me veprimtari të përdiqme, u zbulua së fundmi se Izraeli vërtet e pas kësh pas njetin me ishfaros të gjithë palestinezët. Mendimi im personal tash, analiz, çka thojnë të këthojnë, është mirë me thënë, pastaj dikura mendimi im personal. Sigur në temat të doktoratës. A ke pa do që nuk e din mënyrën se si përpilot një tem magistratura apo doktorate, shkrujnë, thuti që mentori është i thonë ati jepe mendimin tënë. Jo vlavjem. Në temën e magistraturës, nëse një faqe i ka Tazami 6 paragraf, 6 prej tyne do të me qenë me fusnota, sepse në magistraturë kërkohet opinioni, studimet, burimet për temën të cilën ti po e trajton. Në fond dikure e jep mendimin tënë. Në doktorat, njëjtë, por e ki të drejten me dhanë shpjegimet e tua ma shumë. Që shgudzon ti me dalen në paragrafin e parë të faqës, unë mendoj. Kush jeti me thonë unë mendoj para mentorit tënë për një çështje të cilën mentori po e kërkon aty. Një tradit pra e fituar nga puna ime akademike, ma kalon rrem
që edhe në ligjerata, në xhami, para studentave, në për tribunat të ndryshme, të shpjegoj mendimet e të tjerve, e pastaj të jap edhe qasjen time, se përndryshe përsa jam aty, ose përse jam këto para juve, para kamerës. Si pas meje pra, ky ndryshim që u bo kaq i madh, dhe kjo arritje kaq e madhe, keni kujdes, nuk pasqyron ndonjë ndryshim themelor apo thelbësor në natyrën e mbështetjes tradicionale të shëbave për Izraelin. Politika amerikane, me folma kosovarqe, politika amerikane me këtë qëndrim të Trump dhe me arritjen e kësaj marrëveshje dhe me këtë presion të Trumpit nuk kanë ndryshuar në raport me Izraelin. Izraeli vazhdon dhe do të vazhdoj sot ka jetë Amerika gjallë dhe sot ka takat me majt këtë qëndrim, do të vazhdoj të jetë vegla, masha apo të zit e synit, bebza e synit e shteteve të bashkuara të Amerikës në lindjen e mesme, ndërsa institucionet të ndryshme, nga më të ndryshmet, hebreje dhe izraelite, të jenë mjetet, bashkëpunëtorët, bashkëmendimtarët, bashkëvepruesit e Amerikanëve për realizimin e interesave të përbashkëta. Pra, mos e merrni këto se Amerika ndryshoi qëndrim. Përkundrazi, është një rezultat i presioneve të paprecedent politik, ushtarak, ekonomik, si dhe i presioneve popullore, gjithë botnore, ndërkombëtare, të cilat e shtyn Washingtonin të shqyrtoj llogaritjet e tij në lidhje me çështjen palestineze. Në vazhdim këto, nëse më lejoni, në pika kështu, nëse jo 1, 2, 3, në pika të shpjegoj se çfarë ndodhi që Trump arriti ta bind. Kur të ka qef ka mujt me bindën, bre. Ta bind Netanyahun që të ullet në tavolin me Hamasin. Me ndërmjetësus, natyrisht. Apet po du me bo një digresion, be? Ndjes. Përgjigje atyre të cilët e shkrova një statusët. Media me pesh, me am në këtë ndërkombëtar. Në Shqipëri, kur pesha në mëngjes sot, u dërzu Hamasi, dështoj Hamasi, u bo kjo. Po i pës këta zotrin dhe këto zonja, si dhe juve të cilët në për medje sociale, po shkruani se u bo tradhti ndaj Hamasit, Turqia e tradhtoi, Katari e tradhtoi, Egjipti bëri kështu, Hamasi u la në balt dhe u detyrua të gjunjëzohet se një të mirë s'ka më kona të sene. Për e bëj pyetjen. A mund të ma shpjegoni ju, zotrin dhe zonja të nderuara, marrëveshjen e Kumanovës? Marrëveshjen e Kumanovës në rastin e Kosovës. Ose, a mund të më thuani se a ishte humbje për UÇK-n? Një ndër emnat më të madhërishëm që ka ditë, Allahu me ja fal popullit shqiptar. Emën, 3 shkronja të cilat, vallahi edhe billahi, kur i përmendi, mënyrë instinktive mbën një farë tingëllime e lotit në zemër. Jo pse kam qenë pjesë e saj. Jo, për shkak të madhërisë, për shkak të punës, kontributit që e ka dhënë ajo për shlirimin e Kosovës dhe për ngritjen e emrit shqiptari në pjedesialin më të lartë
në historinë moderne. Shqiptarët filluan të përmenden në botë. Kosova filloi të përmendet në botë fal UÇK-s dhe natyrisht politikave dhe krahëve të ndryshëm politik. Në Shqipëri nisur, në Kosovë, në Maqedoni, në Malzi, në diasporë e sidomos në diasporën tonë. Allahu I ruaj tërinja shqiptare në Amerikë. Pra, UÇK-ja ke ajo që e boni Kosovën të njohur në botë. A mundi me besu o miq, zonja dhe zotrinj, se kur kam qenë student unë në Egjipt, e kam shëtit pastaj verës në përpushime në qëshin në për krejt botën, këtë Afrikën e andeje me student cards, e me Akropolis në për Evropë, me fjet në për konvikte që kishte pushime sene. A mundi me ditë të burë se në të ko, kur I thëshëm dikujt na patriota në atë vakt, të ka I kini të Kosovës, ku I bje Kosova. Ata se njëfshin, kishke njerë që se dishi kua Jugoslavia, në tokat arabe po krejt, sepse Tito Naseri, Tita ka dit me I majt, mës tam me I mashtru arabët. Bash njejtë si kur sot Amerika. Tita Jugoslavia I ka mjel arabët bash sot. Për 1 litër ujë tharp të klokotit, 7 litra naft ja ka marrën Irakut. 1/7 ka shku, 1 litër ujë tharp, 7 litra naft I ka marrë kompenzim prej Irakut. Nejse, atë botë thejshëm na, prej Kosovës, ku I bje Kosova. Teri sa u mënej shumë me ja shpjegue, është në kufi qështu, është këneje sene, shkoj këtë reni. Dhe UÇK-ja është ajo që e boni Shqiptarin, Kosovën sidomos, të përmendet në çdo zyre e rëndësishme, jo vetëm vendimmarrëse, në globin e tokës. Rezistenca palestineze, me çfarë do emni qoftë, nisur nga OÇP-ja e Yasser Arafatit, e shndruar në Fatah, më pastaj sot, dhe rezistencat tjera, grupet rezistente tjera, e tani Hamasi, së fundmi e bëri që ta ringjall kauzën palestineze. Po mos të ishte që kjo luftë, Izraeli s'kish me ra këto në fund të pusit për të zezën e tyre me mend e tyre sa kanë. Dhe po mos të ishte kjo rezistent, këto shuheda, 67.000 dëshmor, 200.000 të plagosur, meq liria nuk fitohet mbi tavolin, marrëveshja bohet mbi tavolin, liria fitohet me gjak, me luft, një ashtu siç shqiptarët të balafaquar në luft as pak proporcionale, hiq, si kur palestinezët me Izraelin sot. Këta të prodhu pushk e me dorë në për podrume, në për kanale, Izraeli me armatimin supersonik, ma të fuqishëm botë. Po Amerika dhe Izraeli kanë luftu aty, bashk, pa kur farë dallime. Tene, populli jonë, sa kemi mujt me dhanën, me blena I arme, në I sene, por shpirti I rezistencës shqiptare, besimi në lirin, në vetveten, ndjenja kombëtare, paraprakisht njerëzore e shqiptarve dhe aty detrimave të UÇK-s, komandant dhe ushtar, ne sot e gëzojmë lirin. Kur Kosova nuk ka qenë kështu mirë. Prosperitet nga të gjitha anët. Prandaj, me se dola pej temës, jam hidhruar dhe hidhrohem edhe sot, kur periudhën pas luftës së UÇK-s, e deri në këto ditët e tanishme e përshkruajnë vetëm me fjalët, vetëm me germa të mdhaja, vetëm me fjalë negative. Jo, vallahi, nuk bën ashtu. Ka pas gabime, sikur çdo kund. Ka pas njerëz të cilët kanë përfituar padrejtisht, jashtë ligje, kanë përfituar në mënyrë mafioze,
nga punët e cilën e kanë bërë gjatë luftës, apo duke u thirrë në emër të luftës. Ka pas, siç ka pas edhe të tjerë, në emër të paqes që kanë përfituar, por këta janë të izoluar dhe janë në numër pak. Por ajo që ka mbet fitoria e jonë e madhërishme. Tash, përgjigjen ja dhash. Pra, a mund të konsiderohet humbje e qësaj UÇK-s të ulet në bisedime me Serbinë? Jo, fitore është, sepse Serbia superfuqi në krahasim, Serbia, Jugoslavia, Rusia ka liftu aty. Në krahasim me neve superfuqi, por është detyrue Serbia që të ulet në bisedime. Prandaj po them, ka qenë fitore edhe atëherë kur liderët tanë, delegacionet e negociatave, e të dialogut kanë marrë pjesë dhe kanë detyrue. Vučićin e atjetrin e kejt viqa tjerë me ungjën në tavolin para Hashim Thaqit, e para Abdullah kryeministrit, e para Isa Mustafës, e para Albin Kurtit, e para ati tjetër, kej bjese e ka ullë për para ungjë, tash kena me bisedue, për me kriju pashën se luftën e kemi fitue me izën e Zotit. Nejse, kjo ishte përgjigja aty. Por, Trump ishte në një mbledhje dikun, Robio i erdhi të veshje aty, po e lajmëron diçka dhe me njëherë u kthye ka të pranishmet edhe po thëtë se ka të reja të mira në Egjipt, po vinë lajme të mira nga Egjipti dhe lindja mesme ka nevoj për mua. Pak orë mas namazit sabahit për i këshyri mediat amerikane, po shkrujnë se pas kontrollimeve mjekësore që i pas kështë të premten, do me thonë nesër, ka gjasa të mëdha që Donald Trump të shkoj në Sharm el Sheikh, apo ku vendoset të nënshkruhet marrëveshja historike. Trump është i njohur pak me egzagerime. Se di, natyre ti apo është politika, këto s'ku mujt me e zbërthyje, e pa quajtur ngjarjen më të madhe në historinë e njerëzimit. Me gjithë respektin për kontributin, me gjithë respektin për rolin që është e luajtur tash, me gjithë që bashkëpunëtor dhe bashkëveprus në gjithë atë që kanë ndodhur në Gaza, jo vetëm Trump, por të gjithë, kësaj radhe ka bë një potez e insha Allah. Allahu e ka shkru që t'i shkohet paqes dhe ndaljes së luftës e gjenocidit deri në fund. S'ma mërmenja që është ngjarja më e madhe në historinë e njerëzimit, po ta konsiderojmë. Një nga arsyet të cilat e shtyn Trump ti bëj presion të këtil Izraelit, përveç të tjerave që do t'i numroj, janë edhe motivet e ti personale. Ka zonë me ju lëkund, unë e thash gjenë video, edhe mëranda maga, ju kanë livri kom të shkamit, ka probleme edhe atje mrena. Në çdo cep të Amerikës është të ndje problemi i gjenocidit izraelit mbi palestinezët. Edhe njerëzit të cilët kur s'kan besu se mund të vi kjo dit, edhe të cilët kanë qenë të mishnum në mënyrë patologjike me çdo gjë që është izraelite, një numër i madh i tyre kanë pasë nuk qenë kështu. Përdorimi i holokaustit, e antisemitizmit e sene, pas ka qenë, ka njerëz që po shkruajnë, media, po flitën në për, se pas kanë qenë mask për realizimin e diçkaje tjetër, për realizimin e një veprimtarie të ershme, shfarosëse mbi popullin palestinez. Pikat kryesore në lidhje me qëndrimin e Trump për arritjen e marrëveshjes së armëpushimit, unë i kam shkruar kështu. E para është mbështetja
e vazhdueshme e Trump për Izraelin dhe e pa kusht dhe pa pyet pse e qysh e tek e sa. Kjo Trumpin e shpërfaqi para Amerikanëve si një mbështetës qorrazi i pushtimit të Izraelit dhe një nxitës që edhe më tutje të shkohet me vrasje, masakra dhe genocid. Duke i e hedhur kjo gjendje, kjo mbështetje e vazhdueshme Trumpin edhe para faktorit ndërkombëtar dhe të cilat më pastaj filluan të ndikojnë fuqishëm në qëndrimet e Trump dhe në kërkesat e tij të përsëritura për anëpushim. 2. Mungesa e një rezultati vendimtar ushtarak Izraelit. Administrata amerikane, miq të nderuar, dhe ajo izraelite e kuptun, e pan me syt e ballit pamundësin e një rezultati të shpejt kundër rezistencës palestineze. Dhe kjo e bëri që Trump të ndryshoj qëndrimin e tij ndaj palestinezëve, ndaj luftës, ndaj Izraelit dhe ndaj lindjes së mesme. Ndaj lindjes së mesme, pak më poshtë do të përmendë diçka interesant, që ndoshta kam i ardhur e çuditshme. 3. Imazhi i Izraelit dhe Amerikës në nivel ndërkombëtar ra për tokë. Izraeli sot është bërë shtet i përjashtuar ndërkombëtarisht dhe Amerika si një partnere e Izraelit në çdo gjë që ka bë Izraeli në Gaza dhe me palestinezët e bën administratën amerikane të mendoj se çfarë po bëhet me ne, a ja vlen që të shkohet me këto politika edhe më tutje, apo ka ardhur koha që natyrisht interesat tona të ruhen, por të ndryshohen qëndrimet dhe politikat e administratës dhe administratave amerikane. 4. Çfarë ndodhi? Një izolim diplomatik në rritje në çdo cep të botës. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Izraeli u përballen, pra me një izolim, anipse superfuqi, në për organizata të ndryshme ndërkombëtare, të cilat organizata me evidenca, me shifra, me raporte, e thonin se në Gaza është duke u bërë genocid. Dhe kjo natyrisht ishte e dëmshme për interesat afatmesme dhe afatgjata të Shteteve të Bashkuara Amerikës. 5. Presioni popullor e sidomos lëvizjet që u hapën dhe përhapën në botë, lëvizjet për solidaritet ndërnjerëzor. Për shkallëzimi i protestave dhe qëndrimeve të reja publike në mbështetje të Palestinës, ushtroi dhe bëri presion të papar mbi sidomos palën amerikane, ashtu edhe mbi palën izraelite, por kjo për Amerikën dënë të thoshte shumë. Filloi me u zbe ylli i Amerikës në botë, edhe tek shtetet e tjera, sepse njerëzit miq, përderisa janë të nxehtë, në luftë, në gjakosje, ai sensi humanist e i solidaritetit shafitet, mbulohet, i vnohet një blokad, një ambalazh aty. Por, kur shpërthen ajo ndjenja njerëzore, e që është më e fuqishmja, edhe urrejtja këndej, por ndjenja pozitive e solidaritetit, e humanitetit, kanë rrëzue, ka pas raste që pikërisht këto
kanë rëzue edhe perandëri që me pushk e me armë e me atom të kohës së kaluar, me fuqi ushtarake s'kanë mujt me ishduk kur. Njeriu është fuqi, jo rasisht Allahu i madhreshëm e ka quajtën khalife, zëvendes të Zotit. A mundi me imaginu? Ja pra një nuancë, 3 fjali. Përse në fe jo çdo gjë është racionale. Nuk është racionale çdo gjë në fe, sepse i kalon parametrat, domenin, përkufizimet e asaj që mund të arrijë racionalja, arsyeja, logjika njerëzore. I kalon. Jo që bie ndesh me arsyejen e shëndosh, por e kalon arsyejen e shëndosh. Po e them këtë sikur atë pyetjen kur ma bëjshin mua Islami a i njeh kombët. Islami i njeh kombët, a është kundër kombit shqiptar? Nuk është kundër kombit shqiptar, por Islami nuk mund të shqiptarizohet, sepse Islami duke i njoh kombet, i kalon parametrat, dimensionet dhe kufit kombëtare. Është internacional, interkombëtar. Islami është sensi kryesor, është universal. Dhe njeriu është qenje e Allahut. Që ky njeri, që kjo khalife, zavendës i Zotit, logjikisht nuk është se shkruan Kalebi. Por, Allahu për të kuptuarit logjik dhe racional, pikërisht këtë njeri e ka bo khalife. Dhe khalife, Zoti me pas zavendës tokë, drejtori e ka zavendësin, zavendës presidenti, çka bën? Ato shka si bën presidenti i bën zavendësi i ti, vlla. I ndihmon në punët e ti, e realizon programin, platformën, prerogativen, kërkesën, ndalesën e ti, i realizon planet e fizibilitetit, ligjshmëritë e Allahut i realizon njeriu, dhe njeriu është mjeti për realizimin e ligjet dhe ligjshmërive të Allahut në natyrë. Pra tash, që ky njeri khalife, dhe që ky khalife, të cilën e bën, e ka të fuqin ta quaj të mbinatyrshme në shpirtin e tij. Çajo fuqi e mbinatyrshme që manifestohet nëpërmes humanizmit dhe solidaritetit njerëzor e detyruan edhe superfuqin më të madhe në botë, e ndoshta në histori, përveç perandorisë mongole, ta detyron presidentin e kësaj fuqie që t'i thot mikut të vetë, Netanyahut ndale luftën. Nuk ke qare pa ullë tavolin. Balma. Sepse ne në ka përla bota për para. Njerëzit janë prek në shpirt. 6. Që thash parzit lindja e mesme. Presioni politik arab dhe islamik. Një ndër të arriturat, apo anët më të ndryshme, pozitive, të Izraelit në luftë me Gazë ka qenën unifikimi i faktorit arab dhe musliman. Meq, kohën kër është krijuar El-Qaida, pastaj futja në skenën islame teologjike e fikhiste e sene të rrymave si vehabizmi, krijuan një përçarje të papar, mbesoni. Një përçarje, hajde të thëmë më bot, rrallë her e pame në ummetin islam. Kur muslimanët nuk kanë qenë më të përça, sesa pas futjes dhe sidomos fuqizimit të rrymës vehabiste. Ndoshta ata e kanë mirë, o vllavi jam spedi, e na krejt tjerë kimi dallash. Ndoshta ata të e mbrojtën dinin e Allahut na kejt bidat. 1 miliard e 500 nëse i ka bota musliman, që ata 50 milion vehabes të kanë krejt në hak, në 1 miliard e 495 milion të kokshmin dalalet. Ndoshta, Allahu alem s'pohin ata, por përçarjen të cilën e kanë shkaktue. Dhe kjo përçarje dolin në pa, sidomos me luftën e Afganistanit. Sepse, si që thot edhe vetë
Obama dhe neve na doheshin rryma selefiste, gjihadista, për ta rënu Bashkimin Sovjetik dhe me hek prej Afganistanit, sepse ishte krizë e madhe, problem i madh që komunizmi, socializmi vish kishte filluar me deportue ka ujrat e nxehtë. Problem. Krijohen ato rryma dhe shkaktojnë një përçarje të papam. Prej asaj kohe, që 40 vjet, kur nuk ka ndodhur që shikuar në general, nga nalt, ummeti, arabët dhe muslimanët të jenë të bashkuar së paku në një qëllim dhe një synim. Dhe ishte çështja e Gazës. Izraeli ja boni qëtë mirë muslimanëve të botës. Presioni arab dhe islamik që rezultoi në rritjen apo në rolin në rritje të vendeve arabe dhe islamike në botë i bën presion Amerikës për ta ndalë luftën dhe për ta mbështetur detyrimisht kauzën palestineze. Miq, e kam përmend në 2 video takimin e Trump me ata lidert arab të vendeve islame, ku e pa Donald këtë sultanin, babën sultan, Erdoganin në të djathtë. 2 herë që i kam përmend, kam folën, për shkak edhe të kontekstit, me tone ta quaj kritike gjithnjë objektive. Mirë po, nuk kam dasht me sirake puna, me e përmend diçka që pak kushi e di. Po mos më thoni ka e dite, ose qysh më kanë lodhë da, kur më lypin burimin. O vlla, burimi jam vetë. Ati qysh jam burimi vetë? Që po jam të regoj sekretin? Shumë sinqerisht. Tani kthejnë atë qaj takimi aty. Në filozofi është diçka shkaqohet intuit. Meq, bajeni men jo që po më lypni burime, lingje, kush e tha këto, kredibiliteti asaj që ka e thamone. Në filozofi quhet, diçka quhet intuit, shqip, intuition, el hac në gjuhën arabe. Intuita përkufizohet si arritja e objektit të subjektit pa ndërmjetësime, pa kaluar në për shkallët apo rrugët e që qojnë deri të subjekti. Fjala është për njohjen. Pra, dikush pa lexu, pa e bo, veç kur ta sheh se po e di ç'është çështje. Që kjo është intuit. Nuk kalon në për shkallë, në për etapa, në për banka shkollore, sene, në për ode. E përmena një ditë, aty një xhamati gjulekarit në qeli telefon edhe po më falenderën, kur kam thënë se në fshatin gjulekar të komunës së Vitis, ku kam qenë për do kohë imam, në odat e ati fshati dhe nga ata pleq e burrat mëdhaj të ati fshati, kam mësuar thuaj se sa një fakultet usulidin në Xhamiatul Azhar. Mbesoni burra. Ndoshta është ju duket egzageruar. Ato shka i kam mësu unë në atë katon, përvojën që e kam marë, ato biseda, ato çfarë kallabllaçe u bëjshin në për oda, çfarë organizime, çfarë pritje deri para syfyrit, mas të revive muhabet. Po ato ne janë Ramazan, sidomos, po ato s'ke mujt, ato si nin sot, as në për studio televizive. Çfarë biseda, çfarë pleq, çfarë trajtime, çfarë, nejse, e tash. Meq, intuita pra është, të vishë se po e di diçka. Kur definohet intuita dhe shpjegohet, është 3 lloje. Një është intuita, një pjesë e intuitës quhet wahy, shpallje, revelat, që vjen nga Allahu nëpërmes Gjibrilit,
është pjesë e qësoj intuite, një quhet kerame. Kerame është keramet, veçori tejet specifike për një person. Diturit të cilën vetëm një personi ose personave të veçant ja jep Allahu, pasi ti ketë përgatitur shpirtat, mendjet, zemrat, kokat, trunin e tyre që të jenë të përgatitura për pranimin e një njohurie të cilët tjertë nuk e spjegojnë. Për cilën një të dy ligjeratat ka 3 minuta janë, lloji I parë I diturisë dhe lloji I dytë I diturisë. Me qenë vend juve përmend që kisha mësue. Ju betohem. Qa që janë të rëndësishme. Ka 3 minuta. Lloji I parë I diturisë, lloji I dytë I diturisë. Nejse. Pra, e ke pa nana. Nana është të e këshyrë televizorin në mënyrë intuitive, që ky lloji I dytë e di se fëmia I tij e saj, bebja në dhomën ku ato fjet I ka ra djepe për mës. E ndjen në shpirt. E ndjen se I ka ndodhë dishka e vladit. Apo Omeri, radiallahu anhu, Sariul Gjebel atë rastin, tu kalzu vazë, ka full dishka për kilometra largë, dhe është e vërtet. Njerëzit I din, apo një mënyrë nga ajo pjesa e pavedishme në trup ka, pjesa materiale, shpirtnore dhe e pavedishme e trupit, ajo pjesa e pavedishme, boshnjakisht quhet nesvesna biqa, është ajo që njeriu natën e çon jerum dhe shkon njeri hap buke, pi çaj, fal namazë, sa në del shetitet, kthehet, veç sa ba kur qohet, e ka pa që pjata, vot fërgume aty ka pi qaj, ndoshta, ka dal, ka hec, mos ta egzageroj shumë. Energjia e cila e shtyn atë njeri, të qohet jerëm, t'i bëj të gjitha këto, dhe ky nuk është I vetishëm që ka është të bo, është qajo nesvesna biqa, qajo forma intuitive kerameti I llojit të dytë. Dhe e treta është, ma e kryesore që ka të bëj me mutash, këto miq, është këto Leibnizi dhe Hegeli e shpjegojnë në mënyrë fenomenale. Zati Hegeli e ka të librin Fenomenologjia e shpirtit, e shpjegojnë. Thojnë reprodukimi I të tretës nga 2 paraprake. Kur e sheh një ngjarje këto, e sheh edhe një ngjarje këto, me kalimin e kohës, ose e lexon një teori këto, me kalimin e kohës, që ajo intuita, që ajo el hac, në kry, në trum e prodhon atë të tretën, vetë di me I lidh senet pastaj. As ti ndoshta nuk je I vetëdijshëm se ka u bo që kjo, por është reprodukimi I të tretës nga 2 të mëparshme. Unë për 40 vjet e lexoj lindjen e mesme. 40 vjet. Kur kam jetu atje, nuk kam pritu e qysh në Egjipt, me u parapagu në atë fukaralakin ton, revista ka qenë, revista jo, javore, oktobar, tetori. Ajo revista u konë akademin vete. Kanë shkru kokat më gjeniale të Egjiptit dhe të Arabëve. Kejt opinione. E dyta, unë për ma shumë se 20 vjet kam qenë parapagus I revistave më të njohura në botë periodikve shkencor. Middle East Policy, Foreign Policy, Jewish Journal, Pakistan Society, Middle East Society, jenë konën 14 revista që one për gjdo numër mu më kanë ardhen në shpi. I kam lexue vazhdimisht. Tjetra, meq, dhe këto ju porosis edhe juve. Mos ngoni fort lajme. Lajmet janë për pritesqa. Edhe ata shka nuk I kanë kushtet, hapsinën, kohën, moshën, ndoshta aftësin, mos thëm aftësin, dhe më thëm mundësin me lexu ma fell. Lajmet janë qaty për qaty bohen. Lajmi e ka për synim informacionin tap me ka pëto si bardakin e kafës, qësaj, qka po e pi, na bof mirë.
Lajmin me marrë pe atjet me të afruti. Roli i lajmit është që kë. Lajmet nuk japin informacione, prandaj analistët të cilët dalin para kamerave televizive, vetëm duke u bazu në lajmet të cilat i dëgjojnë, ata janë karikatura analist, nuk janë analist. Analisti i vërtet është ai i cili me çet tretën të Leibnizit edhe të Hegelit e reprodukon të tretën nga dy të parat. Te rasti konkret imi, burimet ku janë, një njeri që e përsjell që 40 vjet lindjen e mesme, që i ka shkrue mbi 700 shkrime e studime, mbi 700 shkrime e studime dhe nga këto 700, 95% janë edhe në gjuhën shqipe, prej tyne të përkthyer edhe në gjuhë të huaja. I ka lexuar studimet e revistat vazhdimisht, i ka dëgjuar debatet, juve po ju them tash, lexoni revistat shkencore, merruni me opinione, merë vllavi jem një opinion, mos merr lajm atje, shkoj e boni, i tha se boni, ikni për i këtyne debateve që dojnë me çmendën popullin. Dojsh me çmend qytetarin e Kosovës. I ka thonë, u vesh, so vesh, a fitoj ky, as fitoj ky, a ke meritor ky, a ke ai tjetër pralla bëjën këto. Lexoni opinionet. Unë opinione lexoj. Vetëm opinione lexoj sot. Dhe i reprodukoj të tretën nga ato shajkum lexuet në të kaluarën me opinionet e tanishme dhe krijohet pastaj edhe bindja dhe analiza ime. Kjo është burimi ku unë bazohem me respekt për kohën që jam mora. Pra, në qatë takim që me Arabët aty dhe me Pakistanin, shtetet arabe, Erdogan, e sidomos i Pakistanit, i Malezis, po dhe i vendeve arabe, Katarit, pas sulmit mbi Katarit, gabimi sikur me pas porosit për Izraelin, për të mirën e Gazës, për të mirën e muslimanëve dhe të njerëzimit, sepse Izraeli është bo problem ndërkombëtar. Po shihet dhe shumë shtete po e shohin se s'pas kështë qenë problem Palestina, palestinezët dhe fraksionet aty, po pas kështë qenë problem dikush tjetër. Në qatë takim, shtetet arabe dhe islame e rrehin rahlen. Nuk bën ndryshe. Ata shka kam pas qef me e dëgjue masat e gjëra popullore, pse s'po koqitin liderët arab. E panë se do të shkojmë krejt, dhe e panë se s'ju ka met ftyrë ma as më pazar me dal, as të gratë e tyne me u parashit, as me u kshyrë më pasqyre. Dhe, të them ma njerëzisht, e panë se as shpirti i tyre, i cili cilësohej si i shitur dhe të shitur ata lider, e panë se edhe këta, me këta shpirta, me këta shitje, nuk po mujnë me bajt ato shka është të ndodhë në Gaza. Dhe e rehen rahlen aty edhe i kanë thënë Donald Trump, Shteteve të Bashkuara të Amerikës, se bota është të shku ka përfundime. Nuk bën ndryshe, duhet patjetër me nal Izraelin, sepse për të keqen nevojitën dy dygme. Për të mirën nevojitën lutje dhe mençurie, hajde me lutje me mençuri sa s'jen prek dygmet dhe me u djegën i gjithë rajoni dhe i gjithë bota. Pra, vendet arabe, kësaj radhe dhe islamike janë ndër 6 faktore që i përmena teritash që e detyruan Donald Trump ta ndryshoj qëndrimin. Dhe t'i thot Netanyahut stop. E shtata është dështimi i Izraelit për të arritur qëllimet e tij ushtarake, ku nuk shlyhen më ato incizohen, janë incizue, përveç në defterin e Allahut, e që ruhen në lauhin mahfudh, e dalim para këtë njerëzimit në ditën e kiametit dhe se cilim ka mu virë për bishtit vet. Mediat sot kanë regjistru çdo gjë. Dështim katastrofik, dështim ushtarak, dështim moral, dështim njerëz sikur mos më kon dal prej binarve.
a vritet bre bebja duke e thith gjion e nanës me snajper. Edhe të brëhorit pastaj të kamera, edhe me thonë, e godita cakun. Edhe urime. A bohet bre kjo. A helbohen bre bunarët. Hade ben luft. Luft është. Lufta khida është aftësi për me e mashtru tjetrin, me e muj tjetrin. Luft. Ke dasht Hamas me 7 tetor. I ke ra Izraelit 1200 viktima. Me gjesë që vrasja 1200 viktimave për 5 orë nga një grusht palestinezësh u pat përmen fillim që atëherë se jem bot do gabimet të aeroplanve Amerikan, Izraelit më falni, të bombardu aty. Ka teori të tila dhe këte të vërtetën e kësaj do të mësohet a është që kjo e vërtet apo mund eventualisht të jetë edhe ajo tjetër. Me konspiracione nuk mirem. Kryesisht, zyrtarisht dihet se Izraeli, palestinest, i kanë vraqë ata 1200. E ke nis vllavijem. Ose po ke qëndres me vazhdue, se kur shqiptarët, 100 vjetë, si jem pajtu me politikat e Serbisë. I kanë përdor të gjitha mënyret për me arrit dhe me egzue këtë Kosovë e nesër me izën Allahut edhe një shqiptari të përbashkët. Kemi punu, për na o këndasht me e dit dhe e kemi dit, jo e kemi këndasht, e kemi dit se pa viktima, pa gjak, pa hu, pa u kallë shpia. Ekspert të njohur të arteve ushtarake, sociolog, në mrena qësaj miniature, thonë se një popull që nuk e bën një luft spaku një herë në 40 vjetë, ka edhe një hadith është diçka i tillë, në 40 vjetë fillon me u vyshk. Shqyqani Kosovën sot, për e me kemi viktima, u takofshëm me ta në gjennet, insha Allah. Allahu ish përblet, sabër familjarve tyne, e vladve, prindëve, nana, babave, por falë qasaj, që aty në shahidve, dëshmorve, sene. Shqyqeni Kosova si ka ndryshu. Nuk ka katon i cili spaku 90% nuk ka ndryshu. Këshërni be shpijat, këshërni ndërtesat. A kish mujt me u bo Kosova që kjo si o tash, që kjo përparim gjigant. Pa qenë qaj e luft. Lufta pra kështu. Tash, në qëtë luft, Izraeli e ka pa se shka ka bo dhe asnjë prej qëllimeve të tyre nuk e ka realizue. Këto janë arsyet të cilat e i japin përgjigje qasaj të cilën thash se a është Trump dhe sa Trump ka bë presion mbi Netanyahun. Gjithsesi, lajmi kumbues dje i orës 1 mbram, apo sot që shme qujten, orës 1:30 pas mesnatë dhe i 3 është një ndër lajmet më të mira dhe më shpresdhënëse që i kemi dëgjuar kohëve të fundit. Allahu hajër e boft, e nëse Trump është pas kësaj, jo një Nobel, po i meriton 10. Natën e mirë.